A menon që ka ardhur koha me shku te psikologu? Nëse hala jetu e mendu që 5 arsye pse duhesh me shku në psikoterapi. 1. Psikoterapia është po aq efektive sa banat, bile edhe më e fuqishme kur kombinohet. Sipas Dr. Ira Glick, terapist dhe psikiatër nga Stanford, për shumë çrregullime si depresioni, çrregullimi bipolar apo ankthi, kombinimi i psikoterapisë me barna jap rezultatet më të mira. Terapia ndihmon pacientit me kuptu veten, edhe me i përballu simptomat, edhe me i mbajt rezultatet për më gjatë. Disa pacientë edhe nuk dojnë barna, edhe terapia bëhet opsioni më i fuqishëm. Numër 2, psikoterapia ndihmon në rritjen e vetdijes edhe vetreflektimit. Sipas Cook edhe kolegëve të vet, një ndër benefitet më të mëdha të psikoterapisë është që ajo ndihmon me pa më qartë mendimet, ndjenjat edhe modelet që i përsërisim na pa vetdije. Terapia nuk është vetëm për çrregullime, po edhe për zhvillim personal edhe emocional. Mundesh me mësu qysh me menaxhu më mirë zemrimin, stresin, marrëdhëniet edhe vendimarrjen. Numër 3, ndihmon në kohë të vështira e jo veç kur ka diçka klinike. Sipas Kaslov dhe kolegëve, shumë njerëz i drejtohen terapisë kur janë përballë një sfide, si për shembull ndarje, humbje një personi, një vendim të madh ose presion të vazhdueshëm. Kjo ndihmon me i përballu situatat pa i shtyp ndjenjat ose pa u ndje që je veç vet. 4. Psikoterapia është investim afatgjatë për shëndetin edhe ekonomikisht e dobishme. Ky studim interesant tregon se për çdo 1 euro të investuar në trajtim të ankthit edhe depresionit, shoqënitë fitojnë mbi 4 euro në rritje të produktivitetit edhe ulje të kostos mjekësore. Terapia të ndihmon me u përballë me jetën në mënyrë të qëndrueshme emocionalisht, po edhe ekonomikisht. Numër 5, marrëdhënia me terapistin është vetë instrument i shërimit. Marrëdhënia terapeutike, ndjenja që dikush po dëgjon pa gjyku, është një ndër faktorët më të fuqishëm për përmirësim. Kur ndjehesh që je i pranuar, truni fillon me u hap për ndryshim. Pra, terapia nuk është për të dobtit. E tash ti gallzon komente, a ndrove mendjen ajo. E përmashëm video si kjo, bëja subscribe urbanit në YouTube, pse jo në krejt platforma tjera.